Welcome. Good Mirë se keni afternoon. ardhur të gjithë, mirë dita të gjithëve. A couple of guests might still reach us Kemi because they were with disa të ftuar të tjerë që mund të vinë pak më vonë, ishe në fakt me It is my kryeministrin pleasure dhe do të vinë. Është kënaqësi për mua, në fakt është nder që ju uroj mirëseardhjen të gjithëve, nderuar kryeministër, të nderuar të ftuar, student, alumni, ish student, academic program and jo vetëm të programet akademik, por edhe të trajnimeve të ndryshme. Mirë se keni ardhur në çeljen zyrtare të vitit akademik 2025-2026, që është grupi Victoria Amelina e Kolegjit të Europës në Tiranë, që është pra departamenti i transformimit evropian. Është kënaqësi, në fakt të ndjej edhe pak emocionet, ju them të drejtën, që të përuroj këtë vit akademik, edhe pse unë e di që disa prej jush keni rreth 2 muaj që studioni dhe keni disa nga provimet e para, por ky është grupi i dytë që kemi, pra është viti i dytë që kemi në Tiranë në Kolegjin e Europës, që është ende faza e parë dhe në vetvete kjo është diçka shndërruese, transformative për Kolegjin e Europës, që është në fakt pra një filliberi për ne këtu në Tiranë, në rajon. Kështu që ne kësi vjet kemi 41 studentë të cilët janë përzgjedhur pas një procesi të gjatë dhe sfidues, kështu që një fjalë nga ana ime do të ishte që t'ju përgëzoj të gjithëve përpara se të filloj edhe pjesa e provimeve. Faleminderit që keni ardhur. Studentët janë zgjedhur nga 196 aplikues. Pas shumë intervistash, kështu që përgëzime të gjithëve dhe pas shumë intervistave që në bërë 52% femra, 48% meshkuj, dhe ndoshta kjo ka të bëjë edhe pikërisht me gjithçka që po ndodh në Shqipëri për sa i përket balancës gjinore. Ndërkohë që mosha mesatare është 26, që ndoshta ne të tjerëve na bën të ndjehemi pak më të vjetër, 24 kombësi, dhe kjo është pjesë e kësaj historie, sepse sa herë ne themi që Kolegji i Europës më në fund ka hapur një kampus të vet në Tiranë, të gjithë mendojnë, kampusi atëherë është shqiptar ose rajonal. Jo, është europian, është i Kolegjit të Europës. Pra nga 24 kombësi kemi këtu shumë vetë, por shumica vinë, kemi edhe nga rajoni, po edhe nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe kjo është edhe një gjë tjetër, e cila ne na gëzon. Sigurisht jam shumë e kënaqur që kemi edhe student nga rajoni, por ideja sepse erdhëm në Tiranë ishte që të sillnim në fakt edhe student nga vende të tjera më larg se Ballkani Perëndimor, që ndoshta s'kishin ardhur fare në rajon, o as nuk kishin qenë me pushime. Kështu që 2/3 e studentëve vinë nga shtete anëtare. Dhe në fakt unë do të thosha që është komsia franceze ajo që është më shumë e përfaqësuar. Ndoshta është edhe si rezultati i vizitës së presidentit Macron, pavarësisht se nuk e di. 90% jeni këtu me bursa ose me një farë asistence financiare, edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, pasi ne duam që të gjithë studentët të vinë nga segmentet të ndryshme të shoqërisë, nga kombësitë të ndryshme. Pra dhe kjo është një ftesë që ne u bëjmë të gjithë partnerëve, është një ftesë institucionale që të vazhdojnë të përkrahin financiarisht studentët tanë, që të ruajmë këtë larmi. Kemi 32 profesorë që na vizitojnë drejtorin e studimeve, që kemi profesorin Videçak, kemi edhe profesorë të tjerë cilët jetojnë këtu, të gjithë në fakt nga kombësi të ndryshme, por edhe me historik të ndryshëm në karrierë, ashtu siç bën Kolegji i Europës si në Bruxelles dhe në Atalin. Profesorët i kemi nga kombësi të ndryshme, por shumica prej tyre janë akademik ose janë ekspert në fushat e tyre. Pra, kjo lloj larmie që ne kemi, ky diversitet na flen për shumë gjëra. Së pari, është fakti që ne këtu shijojmë motin në Shqipëri. Mendoni që koha është e keqe sot, po dje që ishte borë në Bruxelles, dhe së bashku këtu moti, ushqimi, kafja shumë e mirë, e bëjnë këtë qytet që t'jetë vërtet shumë i gjallëruar gjatë gjithë kohës. Ndërkohë që arsyeja tjetër shumë e mirë është që ne jemi këtu të gjithë së bashku për ta bërë integrimin evropian sukses, pra dhe shndërrimin në të vërtet, pra zgjerimin ose
Bashkimin e And this will Europës. happen if three Dhe kjo do të conditions ndodhë align, në I rast se believe. tre Number kushte one, do të political plotësohen. will Së in the pari, candidate vullneti countries, politik në and I think vendet that here kandidate. there's no Dhe doubt. këtu mendoj që nuk ka pikë Second, dyshimi që political kjo will in the ekziston. European Union, E dyta është inside vullneti member states, politik inside gjithashtu European edhe brenda institutions, and shteteve third, anëtare tek the institucionet e capacity BE-s, of the dhe së society, treti of the kapacitetet e shoqërisë e to do institucioneve massive reforms and që sustain të them over time, kryejnë këto to reforma transform, madhore including a lot of dhe të technical ruajnë capacity. ritmin e That tyre, is, por I edhe think, one of kapacitetet the, teknike dhe things mendoj që that kjo are, është edhe një nga ato gjëra much, të under cilat the janë në attention fakt these days. edhe And në this is why vëmendje the të të College of gjithëve Europe is këto here in ditë. Tirana. Prandaj pra To jemi këtu contribute në to at Tiranë least si two Kolegji of i these three Europës për të conditions. kontribuar On për të the paktën political 2 will prej in këtyre the të region, trejave. in the Pra respective vullnetit countries, politik that's not në up të to gjitha us, vendet e even rajonet, if we can kjo encourage. nuk është And e here, jona, and nuk e kemi I në think dorë, that's ne no doubt. sigurisht mund t'ju But inkurajojmë the për këtë political gjë will dhe in nuk the kemi European dyshim. Union Por inside vullneti member politik states, brenda this is shteteve one of the anëtare, reasons why we're kjo here, është një nga because I arsyet believe sepse that jemi këtu, having sepse students besoj coming që from meqense Germany, kemi let's studentë say, që vijnë or për shembull nga France, or, Gjermania, apo the Netherlands, Franca, apo or Sweden, Holanda, or apo Ireland, or Suedia, Portugal, Irlanda, here, Portugalia, can dhe in që the ju future kemi këtu, plant unë a besoj seed që në të in ardhmen public është ajo institutions in these fara countries që in do the të jetë European Union, mbjell në institucionet në të future, cilat ju do të punoni some në say të ardhmen, leaders, citizens, me udhëheqësit officials, e ardhshëm të diplomats BE-s, të that vendeve know the tuaja, region, me ju know do të how jeni the diplomatët e enlargement ardhshëm, works, do know ta the keni benefit of njohur having new member rajonin, states, do ta and dini so se can çfarë do të contribute thotë in që building BE-ja të inside zgjerohet, the ketë European antar Union të the rinj. space Pra for ju enlargement dini to se happen. çfarë ndodh në And BE, por edhe çfarë ndodh the në number three, rajon, dhe së we treti ajo focus që on, thash, working që e on përmendaj capacity që ne building, përqendrohemi tek on fuqësimi how the kapaciteteve. accession process works, Si funksionon and, procesi i on antarësimit how në to BE, reform, integrimit, dhe profoundly si those duhen European reformuar institutions, jo but vetëm mostly, institucionet e most BE-s, importantly, por edhe mbi të the, gjitha candidate countries. edhe So vendet here, kandidate. with Pra, other students këtu and, ne professors, mbledhem studentët, profesorët i professionals, bëjmë bashkë, pra to study and profesionistë të live fushave të ndryshme, not only që jo vetëm të Europe in studiojnë, general, po dhe ta but jetojnë, ta to përjetojnë study and live, Europën në the Western Balkans, vetvete, the region Ballkanin Southeast Europe, perëndimor, and Europën how juglindore, the enlargement process, dhe the që të integration shikojnë edhe se process si works. ndodh vërtet procesi i And integrimit, procesi one i last shndërrimit të word këtyre vendeve, pra on why transformimi. it is so Edhe important një gjë të to do fundit, this. sepse është kaq e Everybody says rëndësishme that për ta this is bërë the këtë gjë. Të enlargement gjithë thonë wave, që hopefully kjo that është is the vala e geopolitically zgjerimit, driven, it's e security. cila si shtys Well, if do I të ketë can sigurinë gjeopolitikën. Go one step further, Nëse mund inspired ta by the çoj një words hap më of tej, Prime duke u Minister frymzuar nga a couple of fjalët e days ago in kryeministit përpara Brussels 2 in ditësh në the Bruksel, enlargement forum, në the very forumin e first zgjerimit, enlargement forumi in the fare i European parë i Commission. zgjerimit të I Komisionit remembered Evropian. actually Dhe one story that I used to mbaj tell our mend një students histori që many ua times tregoja in the studentëve past, dhe ua kam and treguar shumë herë these në të words in shkuarën. Brussels resonated Dhe so well with me. fjalët e tij në It Bruksel is më so lanë important bresa, to sepse është complete shumë e integration of Europe in this rëndësishme part që of ta the plotësojmë continent, exactly because integrimin of the e many plotë të waves of BE-s, enlargement. sidomos në këtë This would zonë be të the one that goes back to the Europës, roots sepse of pikrisht European kështu integration. do t'i kthehemi When në Germany and origjinë France integrimit started europian, to sepse share kur filluan interests, Franca dhe because Gjermania this was a që të way ndanin interesa to të make it përbashkëta, impossible sepse kjo ishte mënyra to go to war që të again mos ishte më e and not to mundur reconcile, lufta. because if you share economic Pra, interests po që të kishte with your pajtim neighbor, mes shteteve, attacking your sepse neighbor nëse ti becomes ke interesat counterproductive for përbashkëta yourself. ekonomik, And in atëherë this nuk ka region, I kuptim që ti believe të luftosh that kundër fqinjit completing the tënd. European integration Kështu që process is a way, përfundimi edhe plotësimi yes, e to procesit contribute të to integrimit, security, sigurisht që është një mënyrë që të kontribuosh për sigurinë, unification, me anën e ribashkimit, reconciliation, e and pajtimit, conflict prevention. por edhe And this is parandalimit peace konflikteve. and Dhe security. kjo është paqja, So I really believe siguria. that Pra unë vërtet this besoj is që something that is very much in our kjo është një interest gjë inside the e cila European është edhe Union, në interesin and tonë also brenda in the Bashkimit interest of the Evropian, region. And then there is the por edhe në symbolism, interes të rajonit. Pastaj of kemi edhe course, simbolizmin, seeing the që College of sigurisht Europe duke here parë in, faktin që Kolegji i Europës është në in Tiranë, Albania brings në us, Shqipëri, back to the memories of when, na the sjell College në of Europe kujtes opened its second ato campus ditë in kur Natalie, Kolegji i that Europës prepared hapi kampusin the e Big dytë në Bang, Natolien në enlargement Poloni wave dhe kështu of the early përgatit edhe 2000s, vala but also there's e another madhe e symbolism zgjerimit that is less atëherë. evident, but to me Por it's kemi even edhe more një gjë evident. tjetër që ndoshta është pak From time to më e time, whenever I dukshme, come pak më here, pak e dukshme, por për I mua është shumë e film, qartë. Sa the herë që vi progress këtu, of the, unë filmoj chantier. e curin the works construction e site. punimeve që And I sent it bëhen to the Prime Minister, këtu because I know për he's kampusin passionate ton about these things. dhe e di
që për këtë kantierë pra punimesh që kemi. Dhe e di që tani që shoh që ndërtesat po rriten, sepse po ndërtohen, është një metaforë shumë e fortë kjo e mënyrës se si mund të ngrihen këto gjëra shpejt dhe mirë. Shpresojmë mirë, kemi besim që po ndërtohen mirë, kur ekziston vullneti, dëshira. Dhe një paralelizëm mund të heqim këtu edhe për edhe ngritjen e ndërtesave të kolegjit ton, ngritjen e kampusit,
e mjediseve, por edhe ngritjen, pra ose ndërtimin, punën që po bëhet për gjithçka për antarësimin në BE. Leonit përgëzoi jo vetëm kryeministrin dhe qeverinë, por edhe krye negociatoren, por edhe ambasadorin e Shqipërisë në BE. Është fantastike puna që kanë bërë, natyrisht nuk përfaqësoj BE-n këtu, po e di se çfarë punët mrekullueshme kanë bërë dhe që faktin që janë hapur të gjithë këto grup kapituj kaq shpejt me kaq shumë entuziazëm, kështu që urime të gjithëve. Dhe në këtë hapësirë ton të vogël ose me këtë mënyrë ton të vogël, mënyra se si e keni menaxhuar ju, do të thotë që edhe ne të gjithë ja dolëm që në shumë pak kohë këtu të sillnim Kolegjin e Europës, të fillonte puna, të fillonin studimet akademike dhe ky është simbol që kur dëshiron të arrish diçka me vullnet dhe dëshirë të mirë, gjithçka arrihet. Dhe në rastin ton, sigurisht që ishin autoritetet shqiptare, shtetet anëtare të BE-s, institucionet e BE-s, akademikët, shoqëria civile dhe mbi të gjithë studentët tanë, familjet, miqtë e tyre që i kanë mbështetur në çdo hap, që për cilët i ka marrë malli dhe ju për ata dhe ata për ju, por edhe për besimin që ju, studentët tanë, keni vendosur të kjo përvojë, jo vetëm jete, por dhe akademike për ju jemi shumë mirënjohës që jeni bërë pjesë e jona. Shpresoj që të kem folur mjaftueshëm tashmë, që të lejoj edhe të gjithë miqtë e tjerë që të kenë arritur ndërkohë, dhe është kënaqësi e madhe që bëhemi bashkë të gjithë një si një familje. Leoni që ta mbyll fjalën time përpara se të vijoj me programin me një fjalë. Ose më saktë dua të flas për faktin që kur yjet vizohen ashtu siç duan, pra kam fjalën për fuqizimin e kapaciteteve dhe vullnetin e mirë, një gjë është e veçantë për këtë komunitet, për këtë sallë dhe për të gjithë ju, në rast se mund të flas në mënyrë të drejtë për drejtë me ju studentët. Dhe kjo është fuqia që ka dia. Sepse unë vërtet besoj që fuqia më e madhe është tek dia, tek njohuritë se si të funksionosh, se si të gjesh ato njohuri që ti ende nuk i ke, por që e di që duhet të mësosh. Dhe ftesa ime për ju është që të përdorni këtë mundësi kaq të fortë fuqizimi që ju është dhënë si vjet, jo vetëm që të kënaqeni, të argëtoheni, sigurisht, por edhe të shfrytëzoni dhe të kuptoni se sa shumë fuqi ju keni në dorë që dhe për ndikimin shndërrues që do të sjell puna juaj, njohurit tuaja, dia juaj, që do të jenë si instrument në vetvete për të sjellë ndikimin e tyre në integrimin evropian të këtij rajoni, por edhe të ribashkimit të BE-s, dhe jam shumë krenare që ju jeni studentët tanë në këtë vit të dytë të Kolegjit të Europës në Tiranë. Faleminderit që jeni këtu me ne. Më lejoni edhe një gjë tjetër, më lejoni atëherë në mënyrë të menjëhershme që fjalën t'ja kaloj një nga përfaqësueseve të studentëve, Marias. Faleminderit. Respected Prime Minister Rama, I nderuar Kryeministri Rama, Rektore Mogherini, profesor, student, pedagog, miq dhe të ftuar. Unë jam Maria. Është një gëzim dhe nder për mua që të qëndroj këtu përpara jush dhe ju drejtohem në këtë ceremoni çelëse të këtij viti akademik. Ndërkohë që jeni në sy rreth kësaj salle, siç e përmendi rektoria jon, do të gjeni 40 studentë, secili prej një profili të ndryshëm, duke ardhur nga një total për 24 kulturash. Së bashku, ne përfaqësojmë një mozaik unik, secili prej nesh, një pjesës thelbësore, ngjyra dhe forma që janë të pazëvendësueshme. Ne jemi më shumë se sa shok klase, jemi artistët, dizenjatorët, arkitektët e diçka jetre. Ku sjellim historitë tona individuale, gjuhët e traditat tona, ndërtojmë një kryevepër për shumë të madhe se sa vetet tona. Dua të marr një moment për të folur e për të reflektuar se pse jemi këtu sot, të ndërtesa Liria në Tiranë. Liria në Shqip është ajo, pra Liria është vendlindja e demokracisë në Shqipëri. Një vend ku njerëzit u ngritën, ku lindën idet. Pa na shihni ne tani, edhe një herë, që ju japim udhë ideve europiane. Një bibliotekë e gjallë, siç kemi qejf të themi në kolegj, por diçka është shumë e rëndësishme. Këtu, në sallën Liria, takohen edhe një herë shpresa dhe
liria. Dhe jemi këtu në fakt si trashëgimi e hapjes dhe e unitetit, për t'ju bërë omazh gjuhës franceze si një pjesëmarrëse nga Franca. Më lind të ndaj një thënie nga Victor Hugo. Një njeri që beson në dritën e bashkimit dhe dritës që sjell në jetën tonë. Nuk ka asgjë më të fuqishme se një ide për të ardhmen, nuk ka asgjë më të fuqishme se sa një ide të cilës i ka ardhur koha. Në fakt, kjo na flet në ideve tona për unitet, larmi, respekt, bashkëpunim, janë forcat fuqishme që formsojnë kohën tonë për tej. Si student, si pjesë e këtij mozaiku, le të mos harrojmë se koha është e jona për të projektuar një të ardhmë rrënjosur në diversitet e unitet, në të kuptuar e në një qëllim të përbashkët. Ndërkohë që përballemi me dyshime, përballemi me sfida, le të kujtojmë që njerëzit qëndruan krah nesh edhe kur që e vështirë, të besonim të vetja, familjeve tona, miqve, mentorëve tanë, njëri tjetrit. Ju detyrohemi mirënjohjen më të thellë. Ndërsa nisim këtë aventurë të re, le të përqafojmë vetë krijimtarinë tonë, secili prej nesh është një pjesë jetike e kësaj kryevepre të jashtëzakonshme gjallë, e nëse një pjesë mungon, mozaiku është i paplot. Qoftë pra ky vit i mbushur me rritje, diversitet, solidaritet, po ç'është më e rëndësishme me lidhje që zgjati me kohë. Është kënaqësi për mua që t'ju prezantoj tashmë ata nga kolegët tanë që janë në distancë, Eva Voshnjevska dhe pastaj komentet nga përfaqësuesit e studentëve të kampuseve të Natolinës dhe Bruzhit. Këto mesazhe na kujtojnë që edhe pse jemi të mbledhur këtu në Tiranë, kampuset tona janë të përhapura në mbar Europën, por të gjithë jemi të bashkuar për hir të qëllimit dhe frymës. Faleminderit. I nderuar Kryeministër Rama, e nderuar Rektore Mogherini, të dashur të ftuar, të dashur student të këtij grup viti. Është një moment i gëzuar që unë mund të flas përpara jush edhe pse në distancë për çeljen e vitit të ri akademik në kampusin e Tiranës. Sot ne urojmë mirëseardhjen studentëve të rinj në familjen tonë të madhe. Ne gëzojmë faktin që ju jeni pjesë e jona dhe ju gëzoni që do të mësoni më shumë. Kolegji i Evropës është një nga institucionet më të forta akademike e cila i përkushtohet çështjeve europiane, por natyrisht edhe njohurive që të kalojnë përtej kufive. Ne kontribuojmë pikërisht në këtë mision në mënyrë shumë të veçantë dhe plotësuese, sepse secili prej jush dhe nesh sjellim përparësitë tona, zërin ton në këtë histori që ne ndajmë me njëri tjetrin. Ne në Natolin flasim edhe për të ardhmen e Europës me anën e shumë studimeve të ndryshme. Në Tiranë tashmë kemi ekspertizë rajonale në Europën juglindore dhe së bashku kampusi i Natolinës, i Bryshit dhe i Tiranës krijojnë një grup të vetëm akademik të dashur student. Duke u bërë pjesë e Kolegjit të Europës, ju bëheni pjesë e një tradite të gjatë, e cila ka frymzuar breza të rinj, breza të ndryshëm, pra diplomatësh e udhëheqësh për avancimin e projektit evropian. Një mundësi unike keni përpara jush që të fuqizoni njohuritë tuaja, të pasuroni njohuritë tuaja si intelektual, por edhe si qenie njerëzore në solidaritet. Dhe në këtë rrugtim unë ju inkurajoj që të jetoni plotësisht duke ruajtur një ekuilibër të mirë, duke u dëfryer, por edhe duke studiuar shumë, por edhe duke u ndërruar së tepërme për të ardhmen, për familjet tuaja, për shoqëritë tuaja dhe për Europën. Suksese të gjithëve. Kënaquni dhe dëfreuni në Tiranë.
Greetings from Nathalin, Tirana community. Përshëndetje nga It's a real pleasure Natolina. to send our Jemi warmest wishes të as we kënaqur që continue t'i dërgojmë urimet më të College ngrohta of ndërkohë që vazhdoni Europe. rrugtimin në Kolegjin e Evropës, edhe pse jemi qindra kilometra larg, fryma që is the same. bashkon kampuset tona është e njëjta. Kërshëri, miqësi dhe besimi tek projekti evropian. Këtu në Natolin kemi zbuluar sa unike është kjo përvojë. Është kërkuese, por po kështu shumë shpërblyese. Çdo ditë sjell diçka të re dhe sfidon të menduarit, gjithashtu çel perspektiva të reja, apo një bashkëbisedim në darkë që shndrohet në një miqësi të një jete. Jemi të sigurt që e dini këtë tashmë. Kolegji nuk është vetëm një vend për të studiuar, por një bashkësi që t'inkurajon të rritesh, të bësh pikpyetje, diskutosh dhe të angazhohesh me botën përreth. Ka të bëjë me të mësuarit prej njëri tjetrin dhe për të kuptuar që Europa mbi të gjitha ka të bëjë me njerëzit, po kaq sa me politikat. Ju në Tiranë po ngrini themelet nga promocioni i parë, duke formësuar një kampus që sjell frymën europiane dhe më pranë Ballkanit Perëndimor. Ju jeni pjesë e një tradite që rritet, e që e bën më të pasur e më të larmishëm komunitetin e kolegjeve. Në fakt, ne urojmë që të vini këtu në mënyrë që zbuloni kampuset tona në Natolin dhe sidomos komunitetin. Ndërkohë që vazhdoni këtë aventurë, shpresojmë që të përshefoni çdo moment, edhe sfidat, po kaq sa kremtimet. Nga të gjithë ne këtu në Natolin ju urojmë kuraj, pasion dhe momente të panumërta të paharrueshme. Paçpat, Tirana dhe mirë se erdhët në aventurën e Kolegjit të Evropës. Shihemi së shpejti. Hello, Tirana. Bonjour Tirana, bonjour Lea. Mirdita Tirana, mirdita. Ne dëshironim që t'ju dërgonim të falat tona nga Bryzhi, sepse ky vit ka qenë vërtet shumë i veçantë dhe ne kemi gëzuar si komunitet. Tirana është një kapitull shumë i ri në historinë e Këshillit të Evropës. Mund të jemi 1600 kilometra larg, por ne kemi të njëjtat vlera. Kureshtjen, diversitetin, qëndroni të fokusuar, bëhuni kureshtar dhe me zor presim që t'ju takojmë në prill e që ju të vinit në takonin e këtu. I nderuar Kryeministër Rama, rektore jon, të nderuar të ftuar e të dashur student. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj dite për përurimin e vitit të dytë të Kolegjit të Evropës në Tiranë. Unë quhem Nera dhe kam nder që flas përpara jush në emër të të gjithëve. Kur u hap ky kampus, dërgoi një mesazh shumë të qartë angazhimi nga Shqipëria dhe nga rajoni, mesazhi që ne nuk jemi thjesht një kapitull në historinë e Evropës, por që do të formosojmë historinë e saj në të ardhmen. Pra që ato prezumime që kemi pasur në të shkuarën tashmë po largohen, sepse ne formosojmë projektin europian dhe pavarësisht krizës që ne shikojmë, krizës të legitimitetit. Dhe prandaj ne kemi emrin e Viktoria Anelinës, një zë Ukrainas që dokumentoi krimet e luftës dhe që nuk pranoi kurrë që dhuna mund normalizohej dhe pagoi çmimin më fatal për rezistencën e saj. Do thotë që ne duhet të përballemi me këtë dimension që projekti europian nuk është vetëm teknik, por duhet fuqizohet për të ruajtur dinjitetin, lirinë dhe jetën tonë. Pra ne duhet ta jetojmë atë kudo që jepem. Viktoria Amelina na bën të mendojmë që angazhimi ynë duhet që të jetë për mbrojtjen e Europës, për vlerat e saj dhe zgjerimi duhet të garantohet për këtë gjë. Pra një moment reflektimi, si vjet, 2025 është 80 vjetori i fundit të luftës së dytë botërore, një moment në të cilën lufta tha kurrë. E megjithatë, ne kemi edhe 30 vjetorin si vjet të genocidit në Srebrenicë, një gjë që ndodhi mu në Europë, por për të cilën vlerat e BE-s nuk arritën pra më parë. Dhe ky është pikërisht vendi nga i cili vi unë. Le të mos harrojmë kurrë
kuptimin që kanë vërtet vlerat e Bashkimit Evropian dhe le të përpiqemi që t'i mbrojmë ato. Për shumë kohë Ballkani Perëndimor ka qenë thuajse Europë, pavarësisht pra gjeografikisht evropian, por politikisht kishte ngecur. Ne studiojmë këtë rajon, historinë, tranzicionin e vet drejt integrimit në BE. Dhe në këtë komunitet, debati i zgjerimit nuk është teorik, është personal. Kur ne diskutojmë sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, sigurinë, ne nuk flasim për negociata që ndodhen diku larg, por flasim për realitetet tona. Nëse është hera e parë kjo në rajon apo nëse jemi rritur këtu. Bashkimi Evropian është ende i papërfunduar, i paplotësuar. E them këtë me besim sepse i mungojnë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe treshja lindore. Prandaj Kolegji i Evropës ekziston në Tiranë. E ardhmja e Evropës nuk do të vendoset vetëm në Bruksel, por edhe në Prishtinë, Sarajevo, Beograd, Shkup, Podgoricë dhe Tiranë. Gjatë 3 muajve të fundit në Kolegjin e Evropës, kjo që ka qenë shumë e qartë për mua. Ne, 40 studentët, jemi gati për këtë sfidë. Ne vim nga kultura të ndryshme, me historik të ndryshme, me studime të ndryshme, por ama ne përfaqësojmë devocion, për kushtim. Ne kemi studentë që kanë pasion pikërisht për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e romëve, për mjedisin, zhvillimin ekonomik, demokracinë, luftën kundër korrupsionit. Ne të gjithë jemi unik, por jemi të përbashkuar me një synim të vetëm, të vinim këtu dhe të ndihmojmë për të ardhmen. Dhe së bashku ne po mësojmë, po debatojmë për të ndërtuar një Europë më të fortë. Dhe po argëtohemi ndërkohë. Diskutimet tona vazhdojnë pas klase. Ne kërkojmë mendimin e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës dhe që duam të kalojmë sa më mirë që të jetë mundur. Kemi krijuar 9 shoqata të artit kulturës, Europianët nga Ballkani, klubin e vrapit, shoqatën pse jo, por edhe një shoqat tjetër. Pra kemi shoqata nga më të ndryshme, ndërkohë që ne vazhdojmë vitin e dytë akademik, ne e dim sa privilegj është që t'jemi këtu. Pra ne e dim që këtu puna jonë, debatet tona, bashkëpunimi ynë pasqyron Evropën tek e cila ne shpresojmë, sepse nëse kemi një mësim të nxjerrë nga historia e zgjerimit, është që Europa ecën përpara kur qytetarët e saj këmbgulin që kjo gjë duhet të ndodhë. Ndërkohë që dëshiroj të bëj një citim. Il faut retourner à cette question. Est-ce que l'Union européenne peut se permettre de ne pas les secret? In that name, I would like to extend our congratulations to Dëshiroj të Albania përgëzoj for Shqipërinë për of the çeljen e negotiations, grup kapitullit të fundit dhe tashmë të gjithë grup kapitullit dhe të falenderoj for këtë your shtet, warm welcome of our këtë campus. popull për mirëseardhjen e ngrohtë që na kanë dhënë. Dhe tashmë kam kënaqësinë që fjalën t'ia kaloj shkëlqësisë së tij kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës. Welcome to Tirana. Mirë se erdhët në Tiranë Thank you for dhe faleminderit welcoming me që më to mirë the pritët College of Europe. në Kolegjin e Europës. We don't have yet the new Ende nuk e kemi beautiful campus for you, kampusin e ri të bukur but thanks to you gati për we ju, have por fal jush here kemi këtu a frontier between një what pik Europe is horizonti midis and what asaj çfarë Europe Europa must still është become. dhe asaj çfarë Europa This is ende the duhet second të year bëhet. that young Ky është vendi i dytë, Europeans ky është viti i dytë kur gather here të rinj in europian Albania mblidhen këtu në Shqipëri to learn how për të Europe mësuar thinks, si mendon how Europa, Europe argues, si debaton and Europa how Europe transforms dhe itself. si And I transformon cannot Europa imagine vetveten. a more Dhe nuk mund symbolic të location with all due imagjinoja respect for një Greece vend and kaq simbolik Napoli. me gjithë respektin e mundshëm për Bryzhin dhe Natolinën. By the way, E me qyra fjala, because we worry for them, duke qenë se shqetësohemi për ta, për miqtuaj në Bryzh dhe Natolin, që ju duhet të jetojnë në përqiej gri we gjatë make tërë sure that kohës, today you have a u great siguruam sky që to- dhe ju të kishit një qiell gri as sot, a sign of solidarity si with them. shenjë solidariteti me ta. Albania is a very rare place Shqipëria in është një today's vend shumë i Europe, rrallë në Europën where e the sotme, European dream is ku still ëndra fresh, europiane është urgent, ende freskët, emotional, urgjente, emocionale, not taken for granted, e pa marrë not për të mirë qënë, yet bureaucratized, ende e pa not reduced to burokratizuar, a dull e background pa knowledge of katandisur
në një zhurmë të bezdishme në sfond të jetës përditshme. Një vend që, siç u thash, homologëve të mi udhëheqës të mbledhur sot nga rajoni për samitin për planin e rritjes. Besimi për Europën është një nivel kaq të lartë sa që edhe një veteran i vjetër i BE, si Eurobarometri, nuk bën dot gjë post të skuqet si një adoleshent i dashuruar. Europa nuk është gjeografi, është një zgjedhje. Europa nuk është një vend, Europa është vendim. Vendimi për të zgjedhur bashkëpunimin përkundrejt përplasjes, ligjin përkundrejt forcës, dialogun në vend të përditmave dhe më duhet të shtoj të vërtetën në vend të stereotipeve. Më lini t'ju përmend një shembull të vogël, por që besoj thot shumë. Pak ditë më parë, sekretarja e brendshme e Mbretërisë Bashkuar përmendi publikisht rreth 700 familje shqiptare që jetojnë në strehime financuara nga paratë të tatim paguesve pas refuzimit të lejeve të aplikimeve të tyre për azil, për të justifikuar një valë të re të kthimeve familjare. 700 familje. Në një vend prej 67 milion banorësh, një pëshpërim statistikore e fryrë në një siren politike. Tani, pse po e përmend këtu këtë, në Kolegjin e Europës në Tiranë? As pak për të anguar, as për të dramatizuar, jo më për të ngatruar BE-n me të divorcuarën kaq të hidhur, por pikërisht sepse është ky lloj refleksi politik të cilit Europa duhet i rezistojë nëse do t'i mbetet besnike vetes e t'ja dalë në një botë që po ndryshon në mënyrë dramatike. Kur një ministër europian, edhe pas Brexitit, që mund edhe ta kuptojmë, sepse ka traumë, atje zgjedh të veçoj një bashkësi të vogël për të fituar pikë politike, ka diçka shumë të rëndësishme që tregohet qartë. Frika flet më fort se sa faktet, stereotipet ustojnë ende më shpejt se sa e vërteta dhe demagogjia ende vijon të gjejë një audiencë të madhe madje. E sidoqoftë, faktet janë të qarta kristal, që nga viti 2022 palë një pune intensive të përbashkët, mbërritjes e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar, thuajse janë zhdukur. Shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike. Shqiptarët që marrin përfitime nga Mbretëria e Bashkuar janë të papërfillshëm në numër krahasuar me komunitetet tjera. Megjithatë, e njëjta histori vazhdon, sepse historia është e dobishme. E këtu vjen lidhja të dashur student të Kolegjit të Europës në Tiranë. Zgjerimi, që unë e shoh si ribashkim, dështon kur do herë që stereotipet rrëzojnë, dhe ribashkimi shuhet kur do frika është vërtet më fort se sa dia, dhe Europa do kësohet sa herë që faktet u dorëzohen narrativave, historive të sajura. Dhe jap se prania juaj në këtë kolegj ka kaq shumë rëndësi, sepse e ardhmja e Europës, administratorët e ardhshëm të Europës, diplomatët, negociatorët, komisionerët, duhen formuar jo vetëm në të drejtë e politika, por formuar me kurajën për t'i rezistuar tundimit të lehtë të gjeturit kokave turkut, për të
njohur and to defend truth njerëzimin përtej when statistikave të migracionit dhe për të politics tries to mbrojtur të twist it. vërtetën, kur politika përpiqet ta shtrëmbrojë atë. Now, why reunification matters? Po pse Not ka for vlerë Albania, but for ribashkimi? Europe. Jo për Shqipërinë, por për Europën. If Albania believes deeply in the Nëse European project, Shqipëria beson It is because we thellësisht know. te projekti europian, And we- është sepse ne e dim, know it not because dhe nuk e dim we read the books. se kemi We lexuar know në in libra. our bones E dim What në Europe lëkurë saves you from. se nga çfarë ju We ruan, ju were shpëton the Europa. very last dictatorship in Ishim Europe. diktatura e fundit fare në Europë. And we felt all the brutal weight of Dhe ndjem isolation. të gjithë peshën mizore men. të izolimit sikur kusht tjetër. We understand the Ne darkness kuptojmë that arrives when a country is terrin cut që out vjen of the European kur blood. një vend veçohet nga rrjeta europiane e gjakut, It's a new world. por është një botë e re. When we were in that darkness, Kur ishim në atë lloj the world was zymtësie, not so interconnected. bota nuk ishte kaq e ndërlidhur. When we were cut from the Europe's bloodstream, Kur na kishin veçuar Europe organism nga e gjithë limfa e europiane, nga Was organizmi europian, interreacting ai nuk ishte with our ndërveprues, own nuk bloodstream. reagonte ndaj Today, this is unavoidable. vetë gjakut ton. Sot kjo është e pashmangshme. That is why Ja pse, when enlargement stalls, kur zgjerimi recent history has, mbet told në us. vend, ashtu siç na ka treguar historia e we risht, do not see just a policy delay. nuk shohim vetëm We see a warning. vonesë politike, And when shohim the European një minister paralajmërim dhe targets kur a small një ministre community europiane to feed bën në some shënjestër political një emotion, bashkësi të vogël për we të do not ushqyer see emocione just a politike, headline nuk shohim or thjesht një titull, a simple act of demagoguery. apo një This is akt symptom. të vogël demagogjie. Because Shohim a një Europe simptom, that normalizes sepse një Europë e cila small normalizon injustices padrejtësi të day vogla, after day after day, ditë pas dite, someday will be totally dikur incapable do të jetë of krejt confronting e pa the great aft ones. të përballet me padrejtësitë e mëdha. Let me offer you Më lini 5 truths in my t'ju paraqes view, 5 të vërteta, sipas That should këndvështrimit guide tim, që duhet the next generation of Europeans, të meaning you drejtojnë among. brezin e ardhshëm The next të generation. europianëve, që do të thotë edhe ju mes Truth brezave number të one, ardhshëm. E vërteta e reunification parë, heals history, ribashkimi shëron historinë, and we have seen it. It has dhe e kemi started parë. with a reunification Nisi me that healed history between ribashkimin France and Germany. që shëroi historikun It midis has Francës e continued Gjermanisë. with many reunifications, Vazhdoi me shumë ribashkime and the one between Germany and Germany dhe edhe nga ai Was a midis Gjermanisë e great Gjermanisë. Ishte një shërues i madh, reunification connects sepse ribashkimi And reconnects lidh e rilidh that fate totalitarianism të cilat and totalitarizmi division dhe ndasit have amputated. Truth i number kanë 2, gjymtuar. E vërteta e reunification dytë, expands peace. ribashkimi zgjeron paqen. Look at the history of enlargement. Pa shihni historinë e zgjerimit. Every Çdo enlargement zgjerim has not extended simply the geography nuk ka zgjeruar But has vetëm extended the gjeografinë, of peace por ka zgjeruar hapësirën e and has made paqes war dhe far e less ka bërë luftën imaginable. shumë më Between pak countries të imagjinueshme midis have had vendesh Many wars të and many cilat fights. ishin each other. përballur me shumë luftra Truth number 3, e përplasje me njëri tjetrin. reunification E fulfills vërteta e Europe's tretë, promise. ribashkimi përmbush Thessaloniki premtimin 20 e Europës. was Selanik not a poetic moment. 2003 nuk ishte një moment It was a poetik, commitment. ishte një angazhim. Truth number 4, E vërteta e katërt, reunification brings energy, ribashkimi sjell brings energji, youthfulness, and brings new sjell opportunities. rini e mundësi të reja. It has been the case Kështu with
ka ndodhur the previous waves of me valët e enlargement. mëparshme të It will be zgjerimi the case with the Western dhe kështu Balkans do të jetë being reunified with, me ribashkimin e Ballkanit perëndimor me BE-n. because no country Sepse asnjë that vend joins is që a burden bëhet before antar being an nuk untapped është engine një barë përpara of se të jetë energy, një motor i youthfulness, pashfrytzuar of energjie, new opportunities. rinie e mundësish të reja. And truth number 5, reunification E vërteta e protects pestë, Europe from ribashkimi itself. mbron Europën nga vetja, Because Europe sepse divided një Europë e becomes përçarë easy to be manipulated. është më e lehtë për t'u manipuluar. Europe Një united Europë e becomes bashkuar impossible to be defeated. është e pamundur të It's mposhtet. just a matter of choice. Është çështje zgjedhjeje. And all these truths E të gjitha këto të vërteta are there in the pages of Europe's janë history në sy të të gjithëve, to në be faqet e historisë, illustrated with as more facts as të the will to ilustruara go deeper and to learn from how me we came here. gjithmonë e më shumë fakte Now, në varësi when it të comes to vullnetit që Albania, kemi për të hyrë në thellësi, për mënyrën se si kemi we ardhur deri këtu. Kur bëhet fjalë për stand Shqipërinë, with our work done. ne And it means reforms delivered. It means vazhdojmë me institutions punën strengthened, tonë të bërë, që do të thotë patience, rezultatet tested, edhe në reforma, forcimin e also thanks to institucionesh, some of the durimin e sprovuar, member states edhe presented fal here disa by presidente some of the vantare ambassadors, namely përfaqësuara Germany, këtu Netherlands, nga the disa prej biggest ambasadorëve, konkretisht patience Gjermania testers dhe Holanda, që the janë West. në fakt And I'm ata very që na e thankful kanë for sprovuar durimin Now, më shumë se të tjerë, tani jam I was shumë not mirënjohës për when I këtë. was Tani, po nuk isha atëherë kur sprovohesha. And we ask for no privilege, Ne nuk kërkojmë asnjë privilegj, but only for the honor, vetëm as Jean Monnet nderin, would say, siç do të to thoshte serve Jean Europe, Monnet, so that të Europe shërbejmë Europës, may serve peace. në mënyrë që Europa të shërbej paqes. And there are some that, in my view, Dhe and ka in this disa I'm që në kënd vështrimin minority tim, in dhe this këtu jam region, pakic në këtë rightly rajon, me të drejtë, wonder how we can të cilët get pyesin veten and become si 29, mund të marrim më shumë vende, të bëhemi 29, të bëhemi 33, become even 35. të bëhemi edhe We already 35, can't në një kohë që normally with nuk 27. funksionojmë do të normalisht as me Yes, 27. in Po, my view, they have a point. sipas meje, And we have kanë to një argument. appease. And we have to help. Eksisoj, na We have duhet to t'i leave pashtojmë, na duhet behind t'i our ndihmojmë, national egos duhet t'i lëm and to pas think egot like tona Europeans. kombëtare dhe të mendojmë si europianë, For a common Europe. për një Europë të përbashkët. In a common Europe that works better than Një Europe Europë today, të përbashkët need që funksionon më mirë se Europa sot, nuk ke nevojë Not për një mentioning Shqipëri others që because të they're even vër veto, nuk po përmend të tjerët se është edhe më keq. you don't need Nuk duhet to insist të këmbgulësh that the newcomers should have commissioners, që të sapo ardhurit, Yeah, ta vendet e otherwise. reja të kenë komisioner, ka mënyra të tjera, but you have simply por to make your mind duhet that Të being ndash inside, mendjen being part që of të qenit this family, brenda, të qenit the thing that pjesë counts. e kësaj All the rest familjeje është ajo procedure. që ka vlen. E gjithë pjesa tjetër janë and procedura. stay at the bay because you are fixated. Dhe të mbetesh With në things vend that sepse become je the fixation of fiksuar me gjërat And që that bëhen then they fiksimi cannot tyre, dhe handle pastaj with their ata own nuk public. munden që t'i përballojnë ato përballë publikut të tyre, kjo është So shqetësuese. if we make it simple, Le ta bëjmë të thjeshtë. no vetoes, no Asnjë vote against veto, majority, no Asnjë vot commissioners, kundër shumicës, No asnjë excuses. komisioner, and no asnjë justifikim, demands, but asnjë just responsibility, contribution, kërkesë, po vetëm përgjegjësi, and just kontribut Europe. Then dhe vetëm Europë. I believe Atëherë the unë besoj period after the technical negotiations se will be periudha pas negociatave easier, not teknike easy, do të easier. jetë më e lehtë, jo e lehtë, por më e lehtë.
So let me finish with a word Më lini ta mbyll for two entities. me Or two in two një directions, not entities. fjalë Federica is not an entity. në dy drejtime, jo dy ente, sepse Federica nuk është Federica. subjekt apo ent. Federica, You brought Europe's most iconic school. sollët shkollën To më a place ikon të where- Europës në një vend Just imagine, in ku our own vetëm lifetime, mendojeni. when I was even older than Gjatë many of you jetës here, son, Europe kur was unë kam qenë edhe më i entirely madh se sa ju, There was no Europe. Europa ishte tërësisht e ndaluar, nuk ishte Europë këtu. Europe's music, Muzika e Europe's Europës, filmat e Europës, Europe's books, librat, Europe's art arti i saj, was treated like filth. trajtoheshin Not si even imagine to touch. diçka e ulët. Mos It was a t'imagjinoj brutal as të prekje. deprivation Ishte një of half a privim brutal that prej turned us gjysmë shekulli Into që Europe's most fervent na lovers. shndroi në And ata që e when we deshën më me left the zjarr darkness Europën. behind and Dhe kur e lam one of pas the errësirën speakers mentioned that dhe this polsit, auditorium një prej polsve e përmendi që ky is auditor named freedom because this quhet was the liria, place sepse where ky që the vendi very first ku moment of the final momentet e para punch pare të to the grushtit regime, përfundimtar ndaj regjimit we filluan të ndodhnin. were not Ne coordinated, nuk we were ishim not të orchestrated koordinuar, or nuk directed by kishim, someone, but nuk ishim suddenly as të orientuar e all të of us, orkestruar nga dikush, po hundreds of befas të thousands of gjithë ne, people qindra in the mira streets of the country njerëz në screamed rrugët e vendit, one sentence. thirrëm I've e bërtitëm checked. një In fjalë. no E other kam country parë, that got out nuk of kishte communism, asnjë vend që doli nga Europe was komunizmi not in that sentence. ku përmendej Europa We screamed, në we want parullat e something tyre. Ne like Europe. vërtitëm e duam Shqipërinë si e This gjithë was Europa. our thing. Kjo ishte ajo jona. But when we got to Europe, Por, guess what? kur erdhëm te Europa, We pa realized gjejeni, kuptuam That love was not që exactly dashuria what Europe was looking nuk ishte tamam for looking at us. ajo që i shkon të ndërmend Love was Europës something kur that na we shihte ne. Felt even disturbed to see Dashuria ishte diçka nga e cila ndjeshin madje edhe të trazuar kur e shihnin në mënyrën tonë të zjarrt, në mënyrën se si morëm anije, se si morëm përpjet maleve, se si kaluam të gjitha rreziqet e kufijtë e mundshëm për shkuar e për të përqafuar Europën tonë të dashur. entered in a path where Hym kështu we started to familiarize ourselves në një rrugë ku with words we nisëm had të never familiarizoheshim me fjalë të padëgjuara më parë, edhe pse njihnim gjuhë, sepse gjuhët ishin e vetmja mënyrë understand për të what was kuptuar beyond the darkness. çfarë ndodhte për te We territ. heard acquis and Dëgjuam acquis alignment. aki dhe harmonizim me We aki në heard stacionin factual europian. summary Dëgjuam records, për të dhënat getaway indicators, faktike, transposition deadlines, tregues nisjeje, compliance afate pathways, transpozimi, rrugë stage për integration përputhshmëri, benchmarks, piketat opening e vendosura për closing, integrimin. plus the infamous Qelje, mbyllje absorption të capacity ndërmjetme, benchmark. plus edhe një të famshme piketa të Then kapacitetit për të It pithës. went on and on Dhe kështu with vazhdon screening, pre-screening, me bilateral analizë screening, paraprake, analizë The dytpalshe, conditioning framework, safeguard kuadër i mechanisms, kushtëzuar, due process mekanizma safeguards, garanci për institutional procesin e resilience duhur metrics, ligjor, njësi mace të risk-based rezistencës oversight. institucionale, mbikëqyrje bazuar në risk. You are in love. Pa imagjinojeni. Ke rënë në dashuri, You say, I love you. e thua të dua. And the other one says, Tjetri të thotë, where is your resilience metrics? ku e ke njësin mace të You rezistencës? say, I adore Ti you. thua, unë të adhuroj. And the other one says,
Tjetri Where thot, are your safeguard mechanisms? ku I ke mekanizmat e garancisë? Safeguard mechanism of what? Of my adoration? Mekanizma garancie Yes, për of çfarë? course. Për adhurimin tim? Po, We need to sigurisht. do a post-screening. Na duhet të bëjmë një vlerësim So analitik our pas brain became a whole të new mëpasëm. zoo, Kështu që full of these tiny creatures. truri më kthye në një kopsht mazologjik me këto krijesa të residence vogla, in our minds. të cilat And they come. filluan të benchmarks, jetonin intern, në kokën post, tonë dhe vinin screening, piketat, chapter, ndërmjetme, next chapter, analizë, cluster. kapitull It's tjetër, over. grup Yes, kapitujt, that's është double hapur, one. po, por ka një tjetër. And in the meantime, we learned the ndërkohë, music, the Brussels music. Mësuam Have you ever heard it? muzikën e Brukselit. E keni dëgjuar ndonjëherë? We take note of the progress achieved, Shënojmë për parimin e arritur, which to our ears që për veshët tanë meant see you do të next thoshte year. shihemi vitin tjetër. Further efforts are Duhen needed, përpjekje të which mëtejshme. translated roughly into Që go home baby. trash, përkthehej Shko në Substantial shtëpi, dashur. advancement remains to be ensured. për parim thelbësor The elegant way duhet of të saying sigurohet një mënyrë elegante no për të grudges, që But it's only going to get nuk harder for kemi you. asgjë, po do të bëhet edhe më e vështirë And për then ju. the eternal ritornello. Pastaj edhe refreni I përjetshëm. Yes, I Po, discovered that the e word zbulova exists që in fjala English as well. ekziston edhe në anglisht. The ritornello that Federica has repeated so many times. Refreni when she që came to Federica e ka përsëritur Albania. kaq We herë kur encourage vinte në Shqipëri. continued engagement. Ju inkurajojmë angazhim të It's the vazhdueshëm. diplomatic way Dhe është mënyra to say to diplomatike someone për that të tells thënë you how dikujt much he që loves you të thotë sa shumë të do. to keep trying. Vazhdo darling. përpiqesh I dashur. Through all this, to be fair, Përmes gjithë to her, kësaj, për të qenë I Federica drejtë me të, was Federica our sanity keeper. ishte At least I can ajo tell you, që if I didn't get totally crazy, ruante, was because of Federica. na ruante nursing mendjen. Edhe në fakti që unë nuk u Doing her çmenda utmost tërësisht ishte fal Federikës in the që labyrinth of kujdesej, Brussels duke bërë to make maksimumin our në case. labirintet e And in Brukselit the endless për të mbështetur kazën until tonë morning meetings of dhe the Council në of the takimet European pafundme të tell të Këshillit të that we Bashkimit had a Evropian value. për t'ju treguar left që ne finally kishim vlerë. Those endless corridors. I lamën fund And ato here she korridore is. pafund dhe ja ku Where është. else? E ku tjetër? Where she is loved with Aty no condition. ku e duan pa kushte. As you are all loved with no condition Siç ju të in gjithë Tirana. ju duan pa kushte Planting në not an Tiranë. institution, by the way, it's not one college Duke more. ngritur jo një institucion one me qëra school fjala, nuk more, është it's not thjesht një one kolegj më academic tepër, year një more shkollë that më is tepër, a open një today, vit tjetër akademik but që is a çelet space sot. of faith. Është një hapësirë besimi. Where I would Ku put unë- at the entrance of the Aty në hyrje new building, the të beautiful ndërtesës së re, words of Jean do të Monnet. vendosja fjalët e mrekullueshme When I të read Jean them Monnet, kur I Before lexova, knowing Europe, përpara se të I njihja thought, Europën, mendoja how beautiful. sa të When I bukura. went through them, Por kur I I përjetova, realized that they are beautiful and Atëre, terrifying. e kuptova që ishin Europe mrekullueshme is dhe të never narruese. finished. Europa It is always nuk përfundon beginning. kurrë. Ajo gjithmonë. Now, the other Fillon. entity is the students. Tani endi You tjetër are not here janë to study studentët. Europe. Ju nuk jeni këtu të studioni You are Europën. here to protect Ju jeni Europe. këtu për të mbrojtur Europën. You are here to challenge it as it Jeni is. këtu ta sfidoni You are here to kështu siç dare është. and improve Jeni it. këtu të guxoni dhe ta And përmirësoni. sometimes E ndonjëherë You have to prepare ju duhet to save të Europe from përgatiteni për ta shpëtuar Europën nga vetvetja. And let me tell you, Dhe më what lejoni Europe t'ju them, will ajo need more and more. It's not weapons. për cilën Europa do të ketë nevojë gjithmonë më tepër It's nuk not janë AI. armët, nuk është inteligjencë artificiale, It's not nuk money. janë It's parat, courage. është kuraja. Because the storms are gathering. Se stuhit And the next po chapter of mblidhen the European dhe Union kapitulli will not tjetër be I decided Bashkimit by Evropian how nuk do të përcaktohet much more weapons, nga Will sa have. shumë armatime how Do much të more kemi. AI factories will have, apo sa how më shumë much more fabrikat funds inteligjencë for artificiale do debt të kemi, have sa më shumë fonda But borxhe do të kemi, will be por decided do të vendoset in the fight between them në betejën who midis fear atyre enlargement që kanë frikë nga and zgjerimi those who understand dhe atyre që that e Europe is kuptojnë strongest se when no Europa European is është left më e outside fortë the room.
kur asnjë europian nuk mbetet to leave outside the room. jashtë sallës. The Europeans from the Balkans is a terribly Dhe të lësh bad idea. jashtë hapësire Welcome to europianët the nga Europe. Ballkani është një det të mërshme. Mirë se Welcome erdhët në to the Kolegjin e frontier Europës. of Europe's future. Mirë se erdhët në pikën e Enjoy horizontit Tirana. të së ardhmes së Europës. Shijojeni Enjoy Tiranën. auditoriums, but never forget Shijojeni to enjoy the auditorën, sun po outside. kur mos harroni të shijoni diellin And jashtë. God bless you. God bless Zoti you. ju bekoft, Zoti God e bless bekoft Europën. Federica Mogherini. Dhe Zoti e bekoft Federica Mogherini.